Të bukurën natyrë, siç e quan ai, piktori i mirënjohur Abbas Hado e rikthen sërish më pranë publikut. Pas disa vitesh, ai ka rihapur sërish ekspozitën që çon artin te biznesi. Pas 6 vjetësh unë rikthehem prapë dhe prandaj kam quajtur rikthim. Sigurisht rikthim në të gjitha aspektet, sepse rikthehem edhe me një strukturë tjetër konceptuale të pikturës sime. 21 vepra të 2 viteve të fundit janë ekspozuar në hapësirën e një institucioni bankar në Tiranë. Për piktorin, këto vepra nuk janë vetëm pasyrim realitetit, por produkti i përjetimeve që kanë buruar nga shpirti, ëndra që shkojnë në kufit e surreales. Ekspozitën e parë kisha me gjëra abstrakt, ndërsa këto janë impresionet të cilat nuk janë marrë në natyrë, por janë marrë nga percepcioni im për natyrën, sigurisht nga ato mbresa që të le natyra kur nga vrapi që bëjmë në pyllë, ka interesuar gjithmonë raporti që i natyrës në stinet të ndryshme dhe si pemët ndryshojnë strukturët e veta të ngjyrës. Iniciativa e artistit e nisur 6 vite më parë për të promovuar veprat e tij, jo në një qendër kulturore, por në një mjedis krejt ndryshe, ka një qëllim kryesor: të lidhë më shumë qytetarin e zakonshëm me artin. Mund të jetë një biznesmen që ka probleme, ka sikletet e veta. Këtu, nëse ka humbur para, mund t'i gjej një ngushëllim, nëse ka fituar para, gjej një lumturi më të madhe duke parë një vepër arti, gjithashtu edhe punonësit, duke qenë këtu në një mjedis financiar me llogari, ngrenë kokën dhe shohin diçka të bukur. Ekspozita rikthimi e piktorit të mirënjohur Abbas Hado do të jetë hapur deri në 30 qershor.